A kanë filluar njerëz të kryeministit Kurti me hyrje në treg të energjisë? Ka aplikuar kjo kompani për me u licencu? Për besën e sot e pashën e lajme. Që ka dalë sot për shembull në publik, është që NZRE ka aplikuar për me marrë licencën e furnizuesit vllau i shefit të stafit të kryeministit Albin Kurti. A kanë filluar njerëz të kryeministit Kurti me hyrje në treg të energjisë? Ne çdo proces, siç e dini, i bëjmë në mënyrë transparente. Edhe këto kemi kushdo që aplikon ZRE, ne i bëjmë publike dhe kërkesa. Po flasim për kompaninë MDA. Po thash edhe një herë, secili prej që i plotson kriteret ligjore, ZRE-ja i shikon deri me tani kjo çështje është në kuadër të stafit profesional të ZRE-s, ajo kërkesë ende s'ka ardhur. Por ka aplikuar kjo kompani për me u licencu? Për besën e sot e pashën e lajme, mirë, po thash edhe një herë, secili prej këtyre që aplikuesve që i plotsojnë kërkesat, ne publikojmë edhe listën e aplikantëve, po të njëjtën kohë edhe listën e të licencuarve. Kushdo që i plotson kriteret ligjore, ZRE-ja është obliguar ka përmirësuar. Cilat janë kriteret ligjore që duhet të plotësojnë? Kemi një rregull të veçantë, ndoshta s'mund t'i listojmë, por rregulla është publike dhe janë të publikuar kriteret për çështjen e licencimit. Rregulla është e publike dhe secili prej juve mundet me i pa. Në njëjtën kohë edhe regjistri i furnizuesve të licencuar, por edhe ata që janë në proces janë të publikuar. Qysh e shpjegon ju faktin që kompania në fjalë ka aplikuar për me marrë licencën për me u bë furnizues tek pasi që është publikuar vendimi për me i vendosur në treg të lirë kompanitë bizneset e mëdha të Kosovës? S'kam asnjë shpjegim për këtë çështje, mendoj që unë ka drejtë secili që i plotson kriteret ligjore me aplikuar në ZRE dhe me u licencu. Edhe për ZRE-n besoj që ai ende s'ka ardhur në bord, është në kuadër të stafit profesional, vlerësimi stafit profesional të ZRE-s. Por me mund të u licencu, a ka nevojë që kompania në fjalë me pas përvojë në fushën e energjisë apo vetëm me pas punëtorët dhe kapacitetet? Janë kërkesa ligjore, afërsisht nuk ka kërkesa shumë të vështira, po janë kriteret profesionale, janë CV-ja e stafit, janë edhe stafit do të keni si më thonë, secili janë kriteret e përcaktuara në kuadër të rregullës për licencim. Edhe duhet të çojnë një business plan, tregun që synojnë e janë disa kritere tjera që janë përcaktuar me rregull.